fiton individi, nuk fiton shumë individi, zoti. Zoti Berisha ka qenë 91-shin në Partinë Demokratike. Ai ka çfarë t'japi? Ai ka çfarë t'japi? Po tjerët nuk kanë çfarë t'japi për 13 vite. Por ma në seriozë diskutimin për zotin Berisha, patjetër që dhe për zotin Berisha. Patjetër, ne këtu tani po flasim për kandidatët e Tiranës, nuk po flasim patjetër që unë jam kundra drejtuesve, të cilët të paktën i kalojnë pra brenda një 8 vjeçari, është e arsyeshme. Tonë të ke qenë kundër fare herë. Sepse të gjithë vendet e tjera nuk lë më shumë se 2 mandate. Kemi në Shtetet Bashkuara të Amerikës kemi 2 mandate, jo më shumë. Ose kemi në Gjermani. Ja që nuk funksionon kjo. Se kemi në Angli, se kemi. Po nuk janë këto më pole. Domethënë një drejtues nuk ka çfarë t'i japi më shumë se 8 vite. Kështu që është e tepërt, ai çdo drejtues që merr një detyrë ka një fillim dhe një mbarim apo një avokat. Kjo do ishte demokratike. Duke qenë se edhe zgjedhjet do të jenë zgjedhje për individin, pra edhe pse kandidati do propozohet nga opozita, mendoj që këtu ne do zgjedhim individin. Pra nuk do zgjedhim partinë, sepse zgjedhjet për partinë janë bërë për Këshillin Bashkiak dhe ndoshta frymëzon, të 3 janë figurat cilat kanë dhënë për Ermal Jasini, Lira Çepani dhe Florian Haçkaj. Janë figura simpatike dhe ndoshta kanë kontribuar, le themi. Kanë energji, do sjellin një stil tjetër. Të bëj një korektim të vogël, lutem më fal që po ndry. Do të kuptoshin në Shqipëri edhe ja 10 vjet tjera nuk do të ketë zgjedhje për individ, po do të ketë zgjedhje për parti. Pavarësisht që partitë përfaqësohen me individ. Pra betejë këtu do të jetë PD, PS. Le të dalë dhe Gronsheh, le të dalë dhe kandidat. Në kupton, më të mirin të marrë PD-ja, kjo është krizë, po më të mirin të marrë, më intelektualin më të madh, nuk fiton, sepse këtu votohet politikisht në Shqipëri. O meqe, pse nuk fiton meqe? Po dilte vetë Berisha, kemi provuar në disa raste. Dilte Berisha për Bashkinë e Tiranës. Po sepse më i miri do ketë fytyrën e Berishës, dhe Berisha është personi më i penalizuar, pra ky është problemi, prandaj jemi politikisht ne. As Berisha nuk do e merrte Tiranën, thua? Por orë edhe një herë, Berisha do marrë më pak vota se këta do marrin dhe imazh të tij. Ndërkohë do të bie në imazhin e Berishës. Problemi këtu është Berisha, por nuk orë duhet ta kuptojmë, problemi është Berisha këtu. Problemi ka futur PD në kolaps, e ka futur në këtë lloj krize, e futi në këtë krizë të komunikimit politik pa ditur se ku po vete, sepse që ki thash, që kjo është marrëdhënie politike, kjo është e sigurt. Por që u fut në kurth falë rëpallanës që nuk di politikisht si t'i zgjidhë situatat dhe s'është rasti parë. Se këta mendojnë që zgjidhja bëhet nëpërmjet presionit dhe nëpërmjet atij qarkullimit të parlamentit. Nuk është ajo zgjidhja. Sot, qytetari është intelektual dhe politika duhet të jetë mbi intelektualizmin e qytetarit. Është më poshtë. Dhe prandaj është konflikti që PD nuk fiton. Se nuk është më e mirë PS-ja. Të kuptojmë, PS-ja nuk e merr më çfarë probleme ka. Po duhesh japim, por nuk kanë vlerë. Por alternativat që ke përballë, të zgjedhësh. Këtë do zgjedhësh. Do të ardhe marrë zotit Rama, nëse do ecim me këtë logjik dhe zoti Berisha. Sepse zonja Mana Siliu është në procedim penal në SPAK, ndoshta e lë garën për shkak edhe për të krijuar një lloj balancimi mes pushteteve, sepse se nuk mjaftoi Eren Velia. Kryeministri ka marrë shumë pushtet. Kemi parasysh në vitin 2011 kemi pasur një marrëveshje të eshtur ku zoti Basha fitoi me disa vota dhe pas 2 viteve kryeministri Rama fitoi zgjedhjet. Kështu që ndoshta jemi edhe në këtë situatë. Jemi në fund. Po Basha. Ka opsion bojkotit mos hyn në zgjedhje.